Policia e Kosovës ka bërë apel ngazësve në komunikacionin rrugor që gjatë kohës më shi të kenë kujdes në qarkullim. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, apelohet të ngazësit që të drejtojnë veturat me drita të ndezura kur është shi. Komandanti i trafikut rajonal Albin Saacia tha se kur ka ndryshim të kushteve klimatike, shoferët duhet të kufizojnë shpejtësinë. Dihet se në momenti ku ka ndryshime klimatike, atëherë duhet të respektohen kushtet e rrugës, pa marrë parasysh sa është kufizimi i shpejtësisë, po ashtu është një rrezik i mundshëm i madh që në momentin kur ka rreshje, atëherë formohet edhe balta në asfalt dhe në momentin kur ka rrezikshmëri gjatë frenimit, atëherë rruga e frenimit është më e gjatë krahasuar me nëse është asfalti i terë, andaj të gjithë drejtuesit e mjetit duhet të jenë shumë vigjilent që të ndikojnë në preventimin e sigurisë rrugore dhe mos të kenë aksidente rrugore. Kapiteni Saacia tha se ngazësit duhet të kenë kujdes edhe në përdorimin e telefonit gjatë drejtimit të makinave. Ne konsiderojmë si kundërvajtje të rëndë përdorimin e telefonit, shpejtësinë te kalimet e ndryshme dhe disa kundërvajtje që shkaktojnë aksidente me pasoja të rënda. Sa i përket sigurisë në komunikacion, kapiten Saacia tha se ka rënë numri i aksidenteve në krahasim me vitin e kaluar në rajonin e Gjakovës. Në vitin 2025 mund të them që deri me tani kemi arrit objektivat si drejtori rajonale, si trafik rajonal, duke marrë parasysh numrin e aksidenteve, kemi rënë rreth 28% të aksidenteve më pak krahasuar me vitin e kaluar. Domethënë ka rënje të aksidenteve në aksidentet me lëndime trupore, ka rënje të aksidenteve edhe me dëme materiale dhe ne do të vazhdojmë përmes aktiviteteve tona, përmes planeve operative që të ndikojmë që të kemi sa më pak aksidente dhe mos të kemi viktima në rrugë. Për sigurinë e të gjithëve në komunikacionin rrugor, zyrtarët policorë thonë se duhet të respektohen të gjitha rregullat në komunikacion.